Gjithashtu, këtu në Grobo, ne në këtë kish kemi çfarë të themi, por jo shumë fjalë të mira për të kaluarën, për cilën u masakrua, u vodh. Konkretisht, këtu ku jemi dhe që po intervistohem unë, në rast se do të them syt përpjet të gjitha pjesët e ikonave të tavanit, të rrethore, apo trekëndça, apo 6 këndça, 8 këndça që janë vjedhur dhe kjo është e keqja më e madhe të cilat ato nuk vinë më për arsye se ato janë marrë, janë vjedhur shqip edhe janë kontrabanduar jashtë vendit. Këtu desha të shtoj opinionin brenda Gramshit, jashtë Gramshit, në jug edhe në veri, në rast se din për vjedhjen e këtyre ikonave të kishës mundësisht të na sinjalizojnë dhe do t'jetë gjëja më e madhe. Kisha u rindërtua këtyre viteve në kohën e kryepeshkopit ton Anastasianullatos, për cilën i jemi mirënjohës populli i Grabovës edhe gjithë vendi për të mirët që ai sollin në kishën shqiptare. Fonde të mëdha janë derdhur, por ne do të jemi të Zot që këtë kishë ta mirëmbajmë, të kujdesemi, edhe të kemi një pjesëmarrje dhe dashuri për të ardhur vazhdimisht në këtë kishë. Për arsye se kisha është ushqimi shpirtëror për tërë ne ortodoksit dhe në mbarë vendin.